Përshëndetje të nderuar miq, i nderuar lideri i opozitës Ali Berisha, sekretari i përgjithshëm zoti Noka, deputet. Të nderuar miq, unë sapo kthehem nga konferenca e sigurisë në Myni, e cila patjetër në epicëndër diskutimeve kishte sigurinë. Dhe më duhet të diskutoja atje me kolegë të ndryshëm, deputet, përfaqësues të niveleve të larta, zyrtar të lartë të Komitetit Ndërkombëtar, dhe të duhet t'i shpjegoja që si ka mundësi që një vend i bekuar nga Zoti jeton sot në varfëri ekstreme dhe në mungesë totale të sigurisë. E kur i flisja se si koordinatori i krimit organizuar Ergjys Agasi, me bekimin dhe në udhëzimin e Edi Ramës, kontrollonte sigurinë kombëtare të Shqipërisë, veshët e tyre dhe sytë e tyre nuk u besonin atë çfarë po ju thonin. Por fal Zotit sot, më shumë se çdo herë tjetër, akuzat e opozitës janë vërtetuar në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare, nëpërmjet mediave kombëtare e ndërkombëtare, dhe nuk ka shqiptar apo i huaj që nuk e di që në Shqipëri ka një narkoqeveri që ka masakruar ekonominë e vendit duke pastruar paratë e drogës në fushën e ndërtimit. Dhe sot, në vend që të kemi një kthes nga qeveria, ata dalin me një skem tjetër për të mbrojtur aferën e Akshit, me atë që këta e quajnë qeveria elektronike. Një qeveri e cila ka për mision që në Shqipëri mos ketë më garë, mos ketë më tender, po të vendose në mënyrë direkte, si që bën me Kajo SHPK, të bëhet edhe Akshi SHPK, të vendoset me VKM nga Edi Rama dhe 4-5 bashkëpunëtor ti. Bashkëpunëtor pas cilve pa tjetër, shien kartelet që ne zbuluam të Akshi, si karteli i Suel Qelës, i Çopjave e i gjithë banditëve që i shoqërojnë ata. Dhe kjo qeveri ka ftyrën të dali dhe të na flasi se Partia Demokratike qenë ka partia e dhunës. Tani do më duhet dy fjalë për pjesën historike. Partia Socialiste është një parti që ka lindur për të vrarë në 44-ën nga Popoviqi dhe në fakt vrau për 50 vjetë shqiptarët. Më pas u rrëzua nga qytetarët, u rrëzua nga Partia Demokratike për të sjellur demokracinë, për ndërtuar demokracinë në Shqipëri. Dhe çfarë bën gjakatarët? U kthyen në pushtet me revolucionin e vrasësve, me nënkrye Zan Çausha e kompani, kriminal të tjerë. Prap me vrasje e morën pushtetin. Dhe që bën tjetër, në 98-ën, si asnjë parti tjetër në gjithë botën, i bën atentat deputetit opozitës Azem Hajdari pikërisht në sallën e parlamentit. Dhe kur nuk arritën të azjesojnë aty, janë po këta kriminal që me uniformat e policisë të Partisë Socialiste e azjesuan e vran liderin e demokracisë pikërisht në selinë e Partisë Demokratike. Dhe janë po këta bandit, dhe është po kjo parti që rikthehet në pushtet në 2013-ën, me aleancën e qelpsirave, me aleancën e karteleve, me aleancën e hajrave, bajrave, avdylajve, Suel Qelës dhe Çopjave, troplinve, të gjithë kartelet të cilat sot janë arsyeja themelore e mungesës sigurisë dhe shkatrimit ekonomisë Shqipërisë. Dhe këta na flasin ne, se ne jemi partinë e dhunës. Ne nuk jemi parti e dhunës, ne jemi parti e misionit. Misioni jonë është një dhe i vetëm, forcimi i demokracisë, integrimi i Shqipërisë në Europë dhe pa diskutim. Ne jemi gati të bëjmë gjithçka dhe çdo gjë për të mbrojtur demokracinë dhe për të mbrojtur Shqipërinë. Dhe kush nuk e beson, të hapi syt me 20 shkurt, më shumë se kur në përballje me narkoregjimin. Rrof Shqipëria, rrof shqiptarët.